Allahu Jalla wa Ala thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Thot Allahu Jalla wa Ala, pra ata të cilët besuan dhe nuk e përzin besimin e tyre me padrejtësi, me zullum, të tillëve ju takon siguria. Shefni vllazën, Allahu Jalla wa Ala në këtë ajet thot ata të cilët besuan, pra akiden, besimin, dhe besimin e tyre nuk e përzitën me dhulm, me padrejtësi. Dhulm e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka do të thot. Thot i dërguari i Allahut, dhulmi në këtë ajet është për qëllim shirku. Pra ata të cilët e besuan Allahun dhe nuk i bën shirk atij, të tillëve Allahu do të va jep siguri. Po për cilën siguri flet Allahu xhallahu ala në Kur'an? Siguria më e madhe për të cilën flet Allahu në librin e tij është siguria në ditën e Kiametit. Pra kush e takon Allahun xhelle xhelalu në ditën e Kiametit vëllazë me akide dhe besim, të tillët kanë sigurinë e plotë. Sigurinë për të cilën e ka për qëllim Allahu në këtë ajet është siguria e varrit. O vëllahu im, vallai varri është shumë i trishtueshëm. Mirë thënë, vallai veç kur e kujtojmë na trembemi. Po imagjino kur ta shihë. Imagjino kur do mbetemi vetë në varret tona, sa rënd do të jetë. Por Allahu thot ata që do të atakojnë Allahun me akide dhe besim të shëndosh, duke mos i bërë shirk Allah, ulaika lahumul amn, të tillëve ju takon siguria. Siguria e plot, mos u tremb, mos u brengos, as mos u frigo. E as mos u brengos për atë që e ke lënë pas vetes. Ne jemi në siguri dhe garancën tënde. Dhe më e madhe ju vllazë dhe mi se Allahu xhallahu ala tokën e xhenetit e ka quajtur toka e sigurisë dhe garancës. Kush e takon Allahun në ditën e Kiametit me tauhid dhe njohshmëri dhe duke mos i bërë shirk atij, Allahu xhallahu ala ja ka premtuar fundi që do të jetë në tokën e sigurisë të plot. Andaj në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, hadithin kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu xhallahu ala: "Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ard khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfirah." Allahu akbar. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu në hadith kutsi: "O bitë Ademit, në qoftë se do të më vini në ditën e Kiametit sa faqe e tokës me mëkate dhe gjunahe, por do të atakoni Allahun duke edhe ju nuk i keni bërë shirk atij, Allahu do t'ju vjen me paqë, falje dhe mëshirë." Subhanahu wa ta'ala.